kurbani therrët pas faljes së Kurban Bajramit, nuk bën me thirr përpara, për shkak se nuk llogaritet sakrificë e këtij bajrami. Mund me thirr besimtari edhe sot edhe nesër, po ajo llogaritet një sadaka e përgjithshme. Një sadaka e përgjithshme, nëse ai që don ti numërohet si kurban i therrur për Kurban Bajram, tamam për atë që është e kërkuar, atëherë duhet me pas parasysh rregullat që janë përcaktuar lidhur me këtë çështje. Domthon, duhet me ditë mas pari bagtin që e therr, a i plotson kushtet edhe në aspektin e moshës. Për shembull, nëse është lopë, do të kon 2 vjeçare, nëse është nga lloji i delës me kon 6 mujore minimumi, e nëse është dhimbje me kon 1 vjeçare, do me kon mosha, pastaj me kon edhe gjithashtu edhe në aspektin e shëndetit, ose me qenë shumë e dobët, ose me qenë domosdoshmë me tmeta të caktuara që ajo që besimtari e sakrifikon për Allahun xhallahu ala, me qenë domosdoshmë në mënyrën më të mirë të mundshme.